Njerëzit kanë koncepte të gabuara që jam në një dietë tani, duhet mos shkoj në një party, në një festë sepse i kanë trembur që po e prishet dietën, s'ke rezultate etj. Nuk ka lidhje fare, sepse nëse ti mban 90% të regjimit ushqimor të këshilluar, dhe se ti bëre një ditë, pra e ke tradhtuar dietën një ditë, absolutisht asnjë gjë nuk është, nuk ndodh. Përkundrazi trupit i duhet e gjitha kjo. Kështu që mund ta tradhtosh dietën ndonjë ditë? Mund ta tradhtosh dietën. Sa shpesh mund ta tradhtosh? Sa shpesh? Brenda një muaji, supozojmë. Po, unë zakonisht pacientëve të mi, pavarësisht se u përpiloj regjimin për ditën e diel, gjithmonë i them edhe nëse të dielën të del diçka e papritur, gëzoje, kënaqu. Kënaqu sepse ne nuk jemi qenie të cilat duhet të qëndrojmë në një sferë kristali vetëm sepse jemi në një regjim ushqimor. Përkundrazi, pjesë e regjimit ushqimor është ti të menaxhosh dhe kur je jashtë regjimit ushqimor. Pra që ti dish që, do më duhet të ha pica sot, nuk kam se ha një picë të tërë. Sepse në fund të ditës, unë jam si mbas një pice dhe pas 3 copave picë, ama unë jam një barkë që po flas, unë jam një barkë normal, e ndjeva, e shijova, nuk u shkëputa nga tavolina, dhe është nesër i rikthem regjimin.